Dashamirës të teatrit me emërtimin Miqtë e Teatrit vendosur në skenën artistike të qytetit të Gjirokastrës, premierën e shfaqjes Pa Identitet, pjesa me regji të Kudrejt Alikajt e interpretuar nga rrjeti Miqtë e Teatrit, përcjell mesazhe për shoqërinë bashkëkohore shqiptare me të mirat dhe të këqijat e saj, urrejtjen dhe dashurinë, agresivitetin dhe humanizmin. Mund të merret në disa këndvështrime. E para thjesht për ta lënë publiku me pikpyetje çfarë është kjo pa gravitet dhe kur vin këtu të rëndoj pak më shumë. Çështja që u diskutua më së shumti apo që ishte tematika e kësaj shfaqjeje ishte më shumë realiteti ku ne jetojmë normalisht me të mirat dhe të këqijat e veta, nis me shumë realitet, pastaj kalojmë në shumë dashuri. Unë uroj që gjithë ata që e kanë parë e kanë pëlqyer dhe shihemi për të tjera. Ndërsa për regjisorin Kudrejt Alikajt të gjitha këto aktivitete e japin një frym tjetër teatrit. Ne ju e dini prej 5 vjetësh funksionon rrjeti I miqve dhe dashamirësve të teatrit dhe lajmërimet në këtë rrjet I bëjmë. Më kanë thirrur një natë, më kanë thënë vajtëm disa kohë pa bërë, vajtëm në një vit në fakt pa bërë aktivitete, sepse aktivitetet të tjera ne kemi bërë gati 3-4 aktivitetet të tilla në vit. Ju mbase ju kujtohet Mbrëmja Polake apo Civie Jetës apo Midis e Dritrojt apo për Kadaren, poezinë amerikane, poezinë greke. Dhe të gjitha këto aktivitete mendoj se I japin një frym tjetër teatrit. Aq më tepër që bën pjesë publikun, bën pjesë qytetarin tënd dhe të cilët e presin me një gëzim të jashtëzakonshëm. Sot për shembull, pavarësisht se ka patur edhe një aktivitet tjetër dhe një shumë spektator të mit personalisht nuk kanë ardhur, po kishin ardhur fytyra të reja. Dhe unë jam vërtet shumë I lumtur kur shikoj ata që ndoshta s'kan ardhur kurrë në teatr. Grupimi Miqtë e Teatrit funksionon prej 5 vitesh në qytetin e Gjirokastrës, ndërsa ka vendosur në skenë shfaqje cilësore që janë duar trokitur nga Art Dashësit, ashtu siç ishte edhe premiera e shfaqjes Pa Identitet.